Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Atiron Alilin për të lexuar një letër që realisht është shumë e prekshme. Ky është një letër që rrëfen çdo emocion, e shkruar nga një nën me shumë dashuri, me shumë energji për jetën e saj, për nusen e saj, e cila nuk kalon ditë të bukura, kalon ditë të rënda, kalon ditë të tmerrshme, gjë të cilat unë nuk dua as që ti mbështes, as që ti t'u jap pozitivitet, as që t'u jap negativitet, por thjesht domethënë më duket e tmerrshme kjo se çfarë kulture tregojnë ndonjëherë vajzat e reja kundër drejt grave të tjera në moshë. Nëna shkruan kështu: Mbrëmja kishte rënë ngadalë mbi shtëpinë time. Mbaj mend dritarja ishte hapur dhe era lëkunte perden e bardhë. Dikur kjo shtëpi kishte gumëzhinte nga zërat e fëmijëve, nga të qeshurat, nga aromat e bukës së sapo pjekur. Sot dëgjohet vetëm tiki-taku i orës dhe frymëmarrja e ime e lodhur. Mora një fletore të vjetër dhe një stilolaps. Mendova se kishte ardhur koha që unë të shkruaj disa fjalë. Jo për t'u ankuar, jo për të fajsuar, por për të lënë një kujtim. Ndoshta, një ditë dikush do ta lexojë këtë letër. Bi. Po të quaj Bi. Sepse ditën kur u martove me Timbir, nuk të pash si një të huaj. Të hapa derën e shtëpisë dhe zemrën time. Mendova se Zoti më kishte sjell një vajzë që unë në të vërtetë nuk e pata kurrë. Më kujtohet dita kur erdhe për herë të parë. Kishe buzëqeshje të bukur dhe sy plot me ëndra. Të përqafova edhe të thash: kjo shtëpi është edhe e jotja. Nuk e dija se një ditë do të ndjesha mysafire në shtëpinë ku kam kaluar të gjithë jetën. Në fillim gjithçka ishte mirë. Hanim bashk, pinim kafen, qeshnim. Unë përpiqesha të mos të ndërhyja në jetën tuaj. E dija se çdo çift ka nevojë për hapësirën e vet. Pastaj diçka ndryshoi. Nuk e di nëse ishin fjalët e njerëzve, lodhja e jetës apo diçka tjetër. Fillove të më flisje me zë të ashpër. Çdo gjë që unë e bëja ty të dukej gabim. Nëse gatuaja nuk ishte mirë. Nëse pastroja nuk e bëja siç duhej. Nëse heshtja thoje se po të mbaja inat dhe nëse flisja thoje se unë ndërhyja. Dal nga dal fillova të mbyllesha në dhomën time. Nuk doja që të bëhesha barë. Më dhëmte shumë fakti që djali im nuk e kuptonte. Ai ishte në mes dhe nuk dinte se kujt t'i besonte. Nuk e fajsoj. Jeta është e vështirë dhe ndonjëherë njerëzit nuk shohin lotët që fshihen pas buzëqeshjes. Shpesh prisja të largoheshe nga shtëpia vetëm që të dilja në kuzhinë e të pija një gotë ujë pa u ndjerë në siklet. Nuk është e lehtë për një nën në asnjë mënyrë. Kam kaluar net pa gjumë kur djali im ishte i vogël. Kam punuar me duar të çara nga puna. Kam kursyer nga vetja që ai të mos të kishte mungesa. Nuk e bëra që një ditë të më falenderonte. E bëra sepse kështu bën një nën. Por nuk e imagjinoja kurrë se pleqërinë
do ta jetoja me frikë. Frikë se mos të pengoja, frikë se mos të mërzisja, frikën se mos të bezdisja. Edhe frymëmarrja ime. Një ditë të dëgjova teksa i the dikujt në telefon, plakat janë shumë të vështira. Ato fjalë më prend më shumë se çdo pritmë, sepse edhe unë kam qenë e re, edhe unë kam patur ëndra, edhe unë kam qenë nuse, dhe mbaj mend sa shumë përpiqesha ta respektoja vjerën edhe kur nuk ishim dakord. Jo nga frika, por nga respekti. Sepse e dija se para meje ishte një grua që kishte sakrifikuar gjithë jetën për familjen. Ndoshta kam bërë gabime, edhe unë, ndoshta ndonjëherë kam folur pa menduar, dhe nëse të kam lënduar më falë. Por të lutem mos e haro kurse edhe të moshuarit kanë zemër. Edhe ne qajmë, vetëm se në thelb qajmë në heshtje. Kur mbyllet dera e dhomës, lotët bien pa zhurmë. Askush nuk i dëgjon. Më mungon koha kur nipërit vinin e më përqafonin pa frikë. Më mungon aroma e gatimeve që bëja me dashuri. Më mungon ndjenja se isha pjesë e kësaj familje. Nuk dua pasuri, nuk dua dhurata, nuk dua asgjë, dua vetëm një fjalë të mirë, një buzëqeshje, një sjenën. Besom që ndonjëherë këto vlen më shumë se çdo pasuri në botë. Jeta kalon shumë shpejt. Sot jam unë me flokë të bardha, nesër do t'jesh ti. Edhe ti do të plakesh. Edhe duart e tua do të dridhen. Edhe hapat e tu do të ngadalsohen. Atëherë do ta kuptosh sa shumë vlen një fjalë mirë. Nuk po ta shkruaj këtë letër për të mallkuar në asnjë mënyrë. Një nën nuk mallkon. Edhe kur zemra i coptohet, ajo lutet. Unë lutem që Zoti të jap shëndet, urtësi dhe paqe. Lutem që familja jonë të mos jetoj me inate, ashtu siç jetojmë. Lutem që nipërit të mësojnë respektin jo përmes fjalëve, por përmes shembullit tonë. Nëse një ditë e dëgjon këtë letër dhe unë nuk jam më, mos qaj më mbi varin tim. Më mirë përqafoje nënën tënde, edhe thuaj se e do. Mos e lërë që të ndjehet vetëm, sepse koha që kalon në asnjë mënyrë nuk kthehet më. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tiron Alilin për të lexuar një letër që realisht është shumë e prekshme. Ky është një letër që rrëfen çdo emocion, e shkruar nga një nën, me shumë dashuri, me shumë energji për jetën e saj, për nusen e saj, e cila nuk kalon ditë të bukura, kalon ditë të rënda, kalon ditë të tmerrshme, gjë të cilat unë nuk dua as që ti mbështes, as që ti t'u jap pozitivitet, as që t'u jap negativitet, por thjesht domethënë më duket e tmerrshme kjo se çfarë kulture tregojnë ndonjëherë vajzat e reja kundër drejt grave të tjera në moshë. Nëna shkruan kështu: mbrëmja kishte rënë ngadalë mbi shtëpinë time. Mbaj mend dritarja ishte hapur dhe era lëkunte perden e bardhë. Dikur kjo shtëpi kishte gumëzhinte nga zërat e fëmijëve, nga të qeshurat, nga aromat e bukës së sapo pjekur. Sot dëgjohet vetëm tiki-taku i orës dhe frymëmarrja e ime e lodhur. Mora një fletore të vjetër dhe një stilolaps. Mendova se kishte ardhur koha që unë të shkruaj disa fjalë. Jo për t'u ankuar, jo për të fajsuar, por për të lënë një kujtim. Ndoshta, një ditë dikush do ta lexojë këtë letër. Bi. Po,
po të quaj bi. Sepse ditën kur u martove me Tim Vir, nuk të pash si një të huaj. Të hapa derën e shtëpisë dhe zemrën time. Mendova se Zoti më kishte sjell një vajzë që unë në të vërtetë nuk e pata kurrë. Më kujtohet dita kur erdhe për herë të parë. Kishe buzëqeshje të bukur dhe sy plot me ëndra. Të përqafova edhe të thash, kjo shtëpi është edhe e jotja. Nuk e dija se një ditë do të ndjesha mysafire në shtëpinë ku kam kaluar të gjithë jetën. Në fillim gjithçka ishte mirë. Hanim bashk, pinim kafen, qeshnim. Unë përpiqesha të mos të ndërhyja në jetën tuaj. E dija se çdo çift ka nevojë për hapësirën e vet. Pastaj diçka ndryshoi. Nuk e di nëse ishin fjalët e njerëzve, lodhja e jetës apo diçka tjetër. Fillove të më flisje me zë të ashpër. Çdo gjë që unë e bëja ty të dukej gabim. Nëse gatuaja nuk ishte mirë. Nëse pastroja nuk e bëja siç duhej. Nëse heshtja thoje se po të mbaja inat dhe nëse flisja, thoje se unë ndërhyja. Dal nga dal fillova të mbyllesha në dhomën time. Nuk doja që të bëhesha barë. Më dhëmte shumë fakti që djali im nuk e kuptonte. Ai ishte në mes dhe nuk dinte se kujt t'i besonte. Nuk e fajsoj. Jeta është e vështirë dhe ndonjëherë njerëzit nuk shohin lotë që fshihen pas buzëqeshjes. Shpesh prisja të largoheshe nga shtëpia vetëm që të dilja në kuzhinë e të pija një gotë ujë pa u ndjerë në siklet. Nuk është e lehtë për një nën në asnjë mënyrë. Kam kaluar net pa gjumë kur djali im ishte i vogël. Kam punuar me duar të çara nga puna. Kam kursyer nga vetja që ai të mos të kishte mungesa. Nuk e bëra që një ditë të më falenderonte. E bëra sepse kështu bën një nën. Por nuk e imagjinoja kurrë se pleqërinë do ta jetoja me frikë. Frikë se mos të pengoja, frikë se mos të mërzisja, frikën se mos të bezdisja. Edhe frymëmarrja ime. Një ditë dëgjova teksa i the dikujt në telefon, plakat janë shumë të vështira. Ato fjalë më prend më shumë se çdo pritmë. Sepse edhe unë kam qenë e re. Edhe unë kam patur ëndra. Edhe unë kam qenë nuse. Dhe mbaj mend sa shumë përpiqesha ta respektoja vjerën edhe kur nuk ishim dakord. Jo nga frika, por nga respekti. Sepse e dija se para meje ishte një grua që kishte sakrifikuar gjithë jetën për familjen. Ndoshta kam bërë gabime, edhe unë, ndoshta ndonjëherë kam folur pa menduar, dhe nëse të kam lënduar më falë. Por të lutem mos e haro kurse edhe të moshuarit kanë zemër. Edhe ne qajmë. Vetëm se në thelb qajmë në heshtje. Kur mbyllet dera e dhomës, lotët bien pa zhurmë. Askush nuk i dëgjon. Më mungon koha kur nipërit vinin e më përqafonin pa frikë. Më mungon aroma e gatimeve që bëja me dashuri. Më mungon ndjenja se isha pjesë e kësaj familje. Nuk dua pasuri, nuk dua dhurata, nuk dua asgjë, dua vetëm një fjalë të mirë, një buzëqeshje, një si e nën.
Besom që ndonjëherë këto vlen më shumë se çdo pasuri në botë. Jeta kalon shumë shpejt. Sot jam unë me flokë të bardha, nesër do t'jesh ti. Edhe ti do të plakesh, edhe duart e tua do të dridhen, edhe hapat e tu do të ngadalsohen. Atëherë do ta kuptosh sa shumë vlen një fjalë mirë. Nuk po ta shkruaj këtë letër për të mallkuar në asnjë mënyrë. Një nën nuk mallkon. Edhe kur zemra i coptohet, ajo lutet. Unë lutem që Zoti të të japë shëndet, urtësi dhe paqe. Lutem që familja jonë të mos jetoj me inate, ashtu siç jetojmë. Lutem që nipërit të mësojnë respektin jo përmes fjalëve, por përmes shembullit tonë. Nëse një ditë e dëgjon këtë letër dhe unë nuk jam më, mos qaj më mbi varin tim. Më mirë përqafoje nënën tënde, edhe thuaj se e do. Mos e lërë që të ndjehet vetëm, sepse koha që kalon në asnjë mënyrë nuk kthehet më.